Sot jam bërë një muaj që nga certifikimi i rezultateve zgjedhore. Dhe ne ende nuk kemi as kuvend konstituar e as qeveri legjitime. Krejt kjo pëndodhë për shkak të tekeve, lëvizjesve të vendosje, për të mbajt shtetin peng për shkak të një njeriu. Është absolutisht e pakuptueshme që edhe herën e 7 vim këtu me mandatin qytetar për t'i dhënë vendit institucionet e reja që burojnë nga verdikti i qytetarëve në zgjedhjet e nënshkurtit, por insistimi arbitrar i vetëvendosjes për Albulena Haxhiun po e pamundson që të lëvizim nga ky pozicion. Andaj edhe sot, ftesa ime është e njëjtë siç ka qenë ditën e parë. Ndrojeni kandidatën, kërkoni një kandidat që merr besimin e shumicës së parlamentit, sepse përndryshe vërtet është e papranueshme, është edhe e turpshme dhe mbi të gjitha është dëmtuese për vendin tonë. Besoj që rruga e vetme drejt zhbllokimit është që ata të tërhiqen nga ky mentalitet bllokues dhe të vinë me propozime tjera. Ne po e shohim qartë, ata numra s'kan. Bllokada këtu më shumë se sa për Albulena Haxhiun është për Albin Kurtin, sepse Albin Kurti s'po mundet me u bë kryeminist. Dhe duke të mos dashur me u blloku te emri i tij, normal që sakrifikon Albulena Haxhiun. Po duke e bërë këtë sakrificë, në thojza, ajo duke e sakrifiku krejt shtetin edhe qytetarët e Kosovës, të cilët na kalon të gjithëve bashkë pa institucione legjitime.